Jemi mbledhur sot për të ngritur shqetësimin madhor që prek drejt për drejt jetën e çdo qytetari të Kosovës. Paralajmërimi për shtrejtimin e energjisë elektrike dhe detyrimi i qindra bizneseve që të kalojnë në tregun e hapur, në emër të liberalizimit të tregut, qeveria aktuale po favorizon një grup të vogël tregtarësh të energjisë, duke vënë barrën më të rëndë mbi familjet dhe bizneset kosovare. Vendimi i zyrës rregullatorit të energjisë për të detyruar bizneset paraqiten në kec për tregun e hapur, do të krijojë pasiguri dhe vështirësi të mëdha për ta. Për më tepër, mungesa e konkurrencës reale në tregun e energjisë do të thotë vetëm një gjë: çmime më të larta dhe kushte më të pafavorshme për konsumatorët e përgjithshëm në nivel vendi. Për vite me radhë, qytetarët e Kosovës janë përballur me shtrejtimin e vazhdueshëm të energjisë elektrike, të cilën kjo qeveri nuk ka bërë asnjë përpjekje për ta ndalur. Përkundrazi, duke fshehur pas terminologjisë liberalizimit të tregut, ajo po e shtyn një skenar të rrezikshëm që rëndon mbi familjet dhe ekonominë e vendit. Faktet janë të qarta. Familjet kosovare po përballen me rritjen e faturave të energjisë, duke ndikuar drejt për drejt në përkeqësimin e mirëqenies së tyre. Bizneset detyrohen të hyjnë në tregun e paqëndrueshëm, pa alternativë reale dhe me rrezikun e rritjes së kostove operacionale. Asnjë garanci nuk është dhënë se ky proces do të sjellë shërbime më cilësore për konsumatorët. Kjo rritje do të reflektojë edhe një inflacion të lartë me theks të veçantë në prodhimin vendor. Për Kosovën, ku tregu energjetik ka qenë shpesh subjekt i manipulimeve dhe skandaleve, ky hap është i rrezikshëm dhe i papërgjegjshëm. Ne nuk jemi kundër reformave të zhvillimit të tregut të energjisë, por ato duhet ndikohen dhe ndodhin në kushte të drejta dhe transparente, ku interesi i qytetarëve dhe i bizneseve vendore të jetë prioritet. Kjo do të thotë garantimin e konkurrencës së vërtetë të tregut, më shumë furnizues dhe oferta të qarta për konsumatorët. Shtimin e kapaciteteve të reja prodhuese për të siguruar stabilitet dhe pavarësi energjetike. Krijimin e një mekanizmi mbrojtës për konsumatorët të ndjeshëm për t'u shmangur goditjeve të papritura në ekonominë familjare dhe biznese. Prandaj shtohet pyetja e thjeshtë: kush do të jetë përfituesi i këtij procesi? A janë qytetarët e Kosovës apo grupet të interesit që po shfrytëzojnë këtë situatë për përfitime personale? Qeveria duhet të ndalojë menjëherë këto politika të dëmshme dhe të ndërmarrë hapa konkret për mbrojtjen e konsumatorëve. Ne nuk do të lejojmë që familjet dhe bizneset kosovare të jenë viktime radhës të eksperimenteve të gabuara ekonomike. Prandaj, Partia Demokratike do të përdorë gjitha mjetet institucionale dhe ligjore për të kundërshtuar këtë vendim të padrejtë, përfshirë kontestimin e instanca gjyqësore e deri në nivel kushtetues.